Ja ku janë miqdashur siç ju premtuam, e kemi sjell këtu në studio. Dhe I prezantojmë njërin mbas tjetrit, po fillojmë me Enxhi Lamin. Mirëmëngjesi Enxhi. Mirëmëngjes. Enxhi është bashkë me Jerin atje për efekt mikrofonave. Enxhi do të qëndrojë bashkë me Jerin. Si ndihesh aty me Jerin? Është shumë mirë. Mirë? Okej, Jeri është shumë mikpritse. Gjithmonë gjithashtu këtu me ne është Gjeni Konduri. Mirëmëngjesi edhe ty Gjeni. Mirëmëngjesi. Gjeni, ti je në vitin e dytë për juridik, ndërkohë që Enxhi është në vitin e tretë për Financbank. Edhe në fund fare kam lënë djalin që është Gjoj Bare, marrëdhënie ndërkombëtare. Viti I parë. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Jeni të tre nga Universiteti Evropian I Tiranës. Dhe unë dua t'ju pyes me radhë, sepse në orën e punës këtu në klubin e mëngjesit ne flasim për punësimin rinor. Edhe do dalim atje se e gjithë kjo arsyeja pse ju po e bëni këtë shkollë është për të përgatitur për jetën, për karrierën, për profesionin në të ardhmen, edhe di që jeni të mbushur me shpresa, me pritshmëri, me sfida, ndoshta punësimi rinor është çështje e madhe, e vështirë madje. Megjithatë, sa më shumë përgatitje të kesh, aq më të lehtë ja bën vetes, se kur ke përgatitjen e dur, shkollën e dur, gjërat fillojnë edhe bëhen më të lehta. Por nisim nga ty Enxhi. Ti edhe më e vjetra në shkollë, viti I tretë këtë vit. Financbank. Dua të pyes fillimisht se pse zgjodhe këtë deg. Ishte një zgjedhje që kam bërë së pari edhe ndikuar normalisht nga familja, por edhe vetë më tepër sepse familjarët ishin ndoshta më tepër degën e famshme të mjekësisë. E donin. Po, e donin normalisht, por mua më pëlqente ekonomiku sepse ishte një degë që është sa internacionale aq edhe përhapur. Domethënë sot nuk ka asnjë institucion apo biznes që mund mos ketë ekonomik. Të gjithë kanë nevojshëm dhe mua më pëlqente. Krahas saj, ekonomiku ka jo vetëm atë anën shkencore, domethënë shifrat, numrat, por është edhe social. Domethënë gjithmonë do të kesh të bësh me njerëz, do të kesh të bësh me kontakte, kështu që kjo më pëlqente dhe më tërhoqi tek ekonomiku dhe zgjodha ta ndjek si deg. Kështu që ti kishe dhëna për shembull për matematikën, si ishe në gjimnaz. Ku ke mbaruar gjimnazin? Unë jam nga Elbasani, kështu që kam mbaruar në shkollën e mesme Daskal Totri, në Elbasan, pastaj erdha në Tiranë, fitova bursën në UET dhe kështu që vazhdova. Kishe domethënë edhe nota shumë të mira. Isha me mesatare të lartë. Dhe vendosë financa ishte për ty. Po, nuk ishte problem ana mësimore. Edhe nëse do kisha vazhduar një deg tjetër, nuk ishte problem, po ishte dëshira ime, domethënë që ta vazhdoja këtë. Po nëse mund të të pyes ndonjë deg të dytë, për shembull një dëshirë tjetër që kishte ndonjë luftë brenda vetes që këtë ose atë, këto dileme kam fjalën. Në momentin që u zgjodh, më përpara ishin, sepse është një mori, sidomos sot, që është një mori kaq e madhe degësh, ishte gjithmonë mos duhet tu, mos duhet aty. Po tani nuk, domethënë, sa më tepër kalon vitet, aq më shumë bindem që kam bërë zgjedhjen e duhur. Në kuptoj, domethënë ishte më pak e sigurt vit parë, tani që në vit tretë më sigurt. Ku e shikon veten ti? Në vazhdim. Si fillim do doja tani sa pas hapi, jo drejt për drejt drejtore. Se jo një katapult, pse jo, zëvendës ministre më shumë. Po s'e ke që ka. Po se di që do jem pa experience, për shembull, do shumë e kërkojnë këtë, por nuk dua që thjesht jem në vendin e punës sepse dikush më ka vendosur aty. Dua të jem në vendin e punës sepse meritoj të jem aty, edhe se mund ta bëj atë punë. Kështu që kjo është. Ke konceptin e dur. Okej, mirë, kalojmë pak tek ty Gjeni. Gjoj të lë për në fund se zënjushat gjithmonë marrin këtë prioritetin, por juridik. Tani ndonjëherë njerëzit bëjnë këto shakat. E ke përshtypjen jemi juridik, është ajo shakaja, më sill një sufaqe etj. Ti cila është përgjigjja jote ndaj kësaj? Shiko, është e vërtet në një farë mënyre dhe në fakt kur unë zgjodha të vazhdoj degun e juridikut, kam hyrë me këtë parajgjykimi që shiko janë shumë. Janë bërë gjithë me juridik, po. Edhe mua më kanë bërë këtë lloj shakash dhe nuk ndjeheja mirë normale. Megjithatë, unë mendoj që nëse ti vën një piksunim vetes dhe unë për veten time kam të hap që të arrijë rezultate të larta dhe sa më i aftë je, sa më i përgjegjshëm ti je për veprimet e tua dhe të kesh ato qëllime, të kesh targetat e tua të pikasura, atëherë nuk do jetë problem që të arrish atje ku don. Normal hap pas hapi. Në cilin vit fillove shkollën ti? Domethënë tani jemi në 2014, jemi në 2013. Vjet ke filluar. Se doja të pyesja, ke ndjekur Ellie McBeal apo ndonjë nga këto juristët e famshme të telefilmave? Shiko, Cila ishte nxitja?
Në fakt, ka një histori mbasaj se miqtë e familjes time janë si zonja dhe si zotërind, janë pothuajse jurist, dhe kur kam qenë e vogël gjithmonë pëlqente autoriteti që ato kishin, qëndrimi i tyre, prezenca, ajo elokuenca që kishin, dhe unë një ditë edhe unë të bëhem si këto. Më pas me kalimin e kohës që u rrita dhe më shumë, u poqa, dhe në këtë kohë ku flasin për një drejtësi të paanshme, mendova që edhe unë duke pasur parasysh të arri rezultate sa më të larta, të përmirësoj veten time, nga pak do t'jap dhe unë kontributin për vendin tim dhe për njerëzit e mi. Dhe këtë ke seriozisht? E kam shumë seriozisht. Edhe do të thënë kështu vendosa, normale që kanë qenë edhe prindrit për mjekësinë e famshme. Mami dëgjoj, do hash punë kudo, ta heqin kapelen kushdo, ta kanë nevojë të gjithë, po. Do ishte si oksimoron, po ta thuash kjo sëmundja e mjekësisë. Po, nuk më pëlqen. Nuk pëlqen mjekësia për shkak se. Jo, më pëlqen, është shumë dek interesante dhe nëse nuk do kisha juridikun mjekësinë, besoj se do vazhdosha. Megjithatë, e mori në kthesë juridiku. Dhe nuk je bërë pishman. Nuk jam bërë fare pishman. Cilat janë disa nga cilësitë që duhet të ketë një jurist i mirë, sipas te, sepse këto janë gjitha logjika, për shembull, se mos unë kam parasysh kur ata i zgjedhin për një juridik në Shtetet Bashkuara, aty është pak edhe kjo çështja e punës bindse, sepse ti do punosh me një juri, është komondo, ju e dini. Kështu që ti mund të bindesh jurin edhe të nxjerrësh diçka të pafajshëm, vetëm për shkak të elokuencës, logjikës fortë, komunikimit të mirë, etj. Po cilat janë në mendimin tënd disa nga cilësitë që e bëjnë cilat ishin këto cilësi që ti admiroje tek këta njerëzit që ishin jurista dhe ti shihe me dëshirë? Është fakti që në momentin është si e the ti duhet të bindesh, duhet arsyetosh, është arsyetimi që është gjithmonë logjik, dhe në momentin që nuk di se të ta shpjegoj, domethënë autoriteti, qëndrimi, fjalët e përzgjedhura që një jurist ka dhe mënyra se si ato me të vërtetë arrin të bindin që kjo është e saktë dhe kjo është e gabuar, ose sepse neve juristave na thonë që jeni shumë gënjeshtar, por në fakt nuk jemi. Ne jemi manipulues në një farë kreativ. Por do të thënë e themi të vërtetën tonë sipas mënyrës tonë, por në mënyrë të saktë. Gjithmonë duke mbështetur në fakte. Dhe kjo është, ne nuk flasim në ajër, flasim të mbështetur në fakte, në ligje, në norma, në të drejtë, në të mirë, janë shumë faktorë, domethënë. Megjithatë, ajo që më pëlqen më shumë fillimisht është mënyra e paraqitjes dhe autoritetit që ka një jurist. Okej, edhe punosh me ligjin pastaj ti, sepse ti e njohën si ligjit. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, po them, në shoqëri. Okej, kemi edhe Joy, ti studion viti i parë këtë vit sapo e ke nisur, por edhe udhëtimet me 10.000 kilometra fillojnë me një hap, apo jo. Kështu që ti ke hedhur hapat e parë, ke bërë një semestër deri tani, po vjen drejt fundit, marrëdhënie ndërkombëtare. Si e zgjodhe këtë dek? Në fakt unë e kam vendosur në moment të fundit, pasi gjithmonë kam qenë drejt psikologjisë, do vazhdoj psikologjinë, do vazhdoj kriminalistikën, do hap dhe kriminalistikën, qendrat kriminalistike, por pastaj deri një javë para se të fillonte universiteti kam qenë do vazhdoj psikologjinë. Pse deshe, nëse mund të të pyes këtu vetëm për një moment. Pse të pëlqente psikologjia? Nuk e di, më ka interesuar gjithmonë psikologjia. Ishte punësimi për shembull diçka në, po themi, në planet e tua, apo ti thoshe në djallë të vej punësimi unë do të bëj atë që kam qef. Se dhe më thoshe, jo, psikologjia nuk është për djem, nuk e dozë. Kush e do që psikologjia nuk është për djem? E thoshin. Ashtu, a? Po, ndërkohë që prindërit e mami im dhe në vit të tretë vazhdonte, djalin do bëj stomatolog, unë po ngel në matematikë. Po, stomatolog që do të thoshte që njerëzit do të hapnin gojën kur të shikonin. Po. Dhe ti vendose në fund fare për arsye se të fillonte universiteti, stafi i Universitetit Evropian të Tiranës më morën celularin, thanë, Joy, përshëndetje, ke fituar bursën e plot për cilën ke aplikuar, dhe unë isha okej, dakor, do vazhdoj marrëdhënie ndërkombëtare aty. Është edhe paraprakisht më përpara isha marrë me organizata si Parlamenti Rinor i qytetit nga Vi i Fierit apo Parlamenti Rinor Evropian, edhe isha përgatitur se çfarë do të studioja dhe më pëlqen që të loboj për vlerat e Shqipërisë në botë, edhe gjithashtu që dhe të në marrëdhënie me shtetet e tjera të përcjellin mesazhe të mira që dhe Shqipëria duhet të bëjë diçka dhe Shqipëria është një vend i mirë, jo vetëm ato stereotipe që
shqiptarët janë kriminal, janë njerëz që s'din të punojnë, s'din të bëjnë. Sigurisht. Atëherë unë po vëre diçka që e dëgjoj tek sidomos tek ju të dy, po jam i sigurt është edhe tek Enxhi në dozat njëjta. Një lloj, po them, idealizmi, ti flet për drejtësinë, për rivendosjen e drejtësisë, për heqjen e imazhit të keq që mund të ketë deri diku, perceptimi nuk është i mirë për gjykatat etj. Ti flet për imazhin e Shqipërisë në botë, për përmirësimin e saj, dhe drejtimin, po themi, aty ku është shtrembruar. Ka idealizëm të ju? Enxhi ti nuk e përmende, po do rregulloje ti për shembull, ti je më praktike me show-un, ti thua që dega jon, ekonomistët i duan të gjithëve, çdo në fakt është vërtet, edhe një furr buke ka nevojë për ekonomistin e vet, duke filluar nga një që shumë e rëndom deri te korporatat më të fuqishme që kanë me mirat punësuar. Financa, ekonomia, marrëdhënie me bankat, pastaj gjitha këto janë të rëndësishme. Po, në fakt edhe unë kam këtë ndjenjë e idealizmit, ndoshta një prej shprehjeve që më nxiti më tepër ishte ajo babait tim që thoshte, "Nëse do shkatrosh Amerikën, dërgoj ekonomistë shqiptarë." Dhe unë isha jo, ne kemi ekonomistë të mirë. Unë do bëjmë. Babi ka plane, Jo. Thjesht ishte ajo ideja, domethënë që ne këtu nuk është domethënë në gjitha fushat, siç e përmendën edhe kolegët, që nuk është se ka ndonjë, domethënë Shqipëria njihet për këto, për krimet, që kemi që njerëz që nuk punojnë, o që nuk kemi një sistem gjyqësor të rregullt, të paanshëm, edhe ke ekonomistët e njëjta gjë. Domethënë fakti që nuk kemi një ekonomist shëndosh drejton ke ajo që neve nuk kemi ekonomistë të mirë apo që nuk kemi një sistem të zhvilluar. Dhe edhe unë duhet të jap normalisht kontributin tim aq sa mundem, duke filluar së pari që nga shoqëria, nga rrethimi i ngushtë, pastaj pse jo në rang shteti edhe ndërkombëtar më tej, po. Shumë mirë. Do të pyes pak tani për ato që janë planet tuaja me përfundimin e shkollës. E nis me ty Gjeni, sepse ti je më pranë. Tani je në fund studimeve bachelor. Do të vijosh pastaj studimet master. Dhe kështu që i ke 2 vjet përpara, dhe më tutje ku e shikon veten? Në fakt, ndoshta do duket, unë e mendoj veten dhe kam plane që të vazhdoj dhe magjistratorën, të bëjmë një gjykatë e ardhshme, gjykatëse më fal. S'ka gjë. Dhe normale që është e vështirë me punë, po unë domethënë duke qenë edhe duke njohur dhe veten time, duke njohur rezultatet e mia akademike, e di që mund ta bëj, dal nga dal, me durim, me shumë punë, po një ditë do të arrij objektivin tim që të vazhdoj dhe të jem një gjykatëse hap pas hapi. Tani si funksionon kjo? Se unë nuk jam pak përfan nga ana e juridikut. Ti do të marrësh masterin, po them master shkencor për shkencat juridike. Pastaj ti shkon dhe punon diku në një firmë juridike dhe magjistraturën më vonë apo është diçka që ti e vijon në zinxhir, po themi. Në fakt gjatë masterit ne kryejmë dhe praktikën. Domethënë përveç teorisë që ne bëjmë, kemi dhe praktikën. Kështu që vazhdimisht unë do të mësoj me rregullin e punës. Në fakt që tani unë kam aplikuar dhe jam në UET, punoj në UET në zyrën e kujdesit ndaj studentit, jam përgjegjëse e klubeve studentare, koordinatore dhe paksa e kam hedhur atë hapin e parë drejt punësimit në një mënyrë dhe kam marrë, ndoshta pyet, mos ndoshta shumë herët, unë mendoj që nuk është herët, madje duhet të kisha filluar pak më. S'është asnjëherë herët. S'është asnjëherë herët, për shembull në Shtetet e Bashkuara, në periudhën e verës, të rinjt punojnë. Punojnë edhe në një kështu akullore shitës të madh, për shembull, ku mbajnë radhë njerëz për bler akull, po është punë, ajo është një gjë që ti e bën në kohën e pushimit dhe janë ca para që i fiton dhe kupton dhe diçka që nuk fitohen kollaj. Dhe ndonjëherë mund ta kesh babain milioner, flas për atje, edhe prap babit shon që të punosh, të fitosh një $150 në javë që në paratë e babit nuk janë asgjë, por që janë në fundit kur ti fiton pikërisht, kur ti fiton ato para duke ditur që ke punuar vetë, ndjesh kënaq në një farë mënyre, ndjesh kënaq për veten tënde dhe për punën që ti ke bërë. Dhe domethënë këtë dua të them që gjithashtu unë mendoj që duhet të kisha filluar më përpara në kuptimin të aplikoja në këto zyrat e avokatisë, por kam menduar që në vitin e parë nuk i kisha marrë akoma ato njohuritë e mjaftueshme që unë mund që ta konsideroj veten të aftë për të marrë përsipër një vend pune në një zyrë avokatie. Ndaj mendova që ndoshta këtë verë
do të filloj bashkë me punën në web, që të mësoj me rregullin e punës, të mësoj me punën, sepse kam një jetë përpara, do të kem shumë mundësi dhe më mirë të dish përpara dhe të veprosh ashtu siç duhet, bësh zgjedhjet e duara. Po nëse të pyes çfarë lloj ligji përqen penal, civil? Shko, çdo nga ligjet ka ato të veçantat e veta që e bën shumë tërheqëse çdo fushë. Megjithatë, mua më pëlqen shumë fusha e administratives, e drejta administrative. Që do thotë çfarë eksaktësisht? Në fakt, drejta administrative merret me këto rregullimin e marrëdhënieve midis organeve administrative dhe shtetasve, por jo vetëm merret dhe me organizimin dhe funksionimin e gjithë organeve administrative, duke qenë se po thjesht çdo shtet, jo çdo shtet, të gjithë shtetet në botë kanë aparatin administrativ që gjithë e dim që është transporti publik, patjetër doganat, tatimet, çdo gjë. Ndaj mua më pëlqen ligji administrativ, drejta administrative, më pëlqen fusha administrative. Unë shikoj dhe më fillon një si pikë. Po krijon imazhin. Më bën një si dhimbje koke kur shikoj ato librat e mëdhenj të ligjit. Megjithatë, Joy, ti çfarë do të doje? Cila do të ishte puna ideale për ty me përfundimin e studimeve? Eja pak më pranë mikrofonit. Okej, të them të drejtën, kam filluar tashmë që Gja kush? Tashmë, po. Tashmë. Okej. Që kam filluar punoj, marrëdhënie me publikun në fakt, që edhe kjo lidhet ngushtë me marrëdhënie ndërkombëtare. Në fakt janë rangun, domethënë, që të punoj në zyra apo në zyra, por jo, po ti punon në natyrë. Po, punoj në disa klube dhe jam PR tek ato. Nuk kam shumë që kam marrë në Tiranë, por mos ma veten në sy, po kam filluar goxha mirë. Kërkoj unë, s'ka problem. Kam filluar goxha mirë me marrëdhënie me publikun në disa klube natë dhe jam goxha i kënaqur. Veten e shikoj larg, domethënë, shikoj lart edhe shumë mirë, ndoshta ambasador, nuk e di. Në momentin edhe unë i edha hapa sapi, nuk pretendoj të mbaroj direkt të bëjmë ambasador, ndoshta sekretar ambasade në Amerikë, do ishte keq. Sekretar ambasade në Amerikë. Okej, shumë mirë. Mirë, dëgjojmë një këngë nga James Bay tani që quhet Hold Back the River. Kur të kthehemi do të vazhdojmë bisedën tonë edhe për pak, sepse dua t'ju pyes nëse keni ndonjë ankth kur dëgjoni për shkakun që punësimi rinor është në nivele të ulta, që po punohet shumë por që nuk ka vend për të gjithë etj. Shikojmë se si përballeni juve me këto, se si ju ndihmon shkolla dhe përgatitja juaj për t'i kapërcyer vështirësitë. Okej, atmosfera është e mirë, ne jemi këtu në orën e punës, miq dashur, në Club FM 104 bashkë me Engjin, Join dhe Xhenin. Të themi me atë plot Engji Lami, që studion për Finance Bank, është në vitin e 3, Joy Bare këtu për marrëdhënie ndërkombëtare, viti i parë në Universitetin Evropian të Tiranës, dhe Xheni Konduri, gjithashtu që është juridikse e vitit të dytë, kështu që përpara ja u ngatrova unë juve, se ty tash ti e pothuajse në fund, po ti e pothuajse në fund, ti je në vitin e 3. Kështu që ti ke akoma edhe një vit. Ke edhe një vit për mbushur bachelorin. Bachelorin. Tani pyetja ime për ju është kjo. Kur dëgjoni për shembull që punësimi rinor sigurisht është prioritet në çdo vend, jo vetëm këtu tek ne, edhe si duket po punohet dhe po shihet me një sy kritike që në çdo mënyrë të ndihmohen, sepse nëse zgjidhet punësimi rinor i ke dhënë rrugë dhe zgjidhjes së krizave ndryshme, por kur dëgjoni që vendet janë pak, që të punësohesh është e vështirë, që ka inflacion diplomash, ku duhen gjithë këto problemet shqiptare, ndjeni ndonjë çik ankth, trembeni, Si e shikoni veten në lidhje me këtë? A u thoni kjo s'm përket mua? Unë jam një studente, edhe ju jeni në fakt të 3 studentë ekselencës, bursant, kështu që keni ndoshta me shumë të drejtë edhe atë të thoni që po, ka nga ata që i kanë bler diplomat, ka nga ata që i kanë marrë me mënyra ulteriore, po them tani, por unë sytë ka i grup, kështu që s'kam se të qetësohem, unë në bazë sisteme do çaj përpara. Më thuaj ti në fillim Engji. Të jep, është vërtet, të jep një farë sigurie ke fakti që atë diplom që do marrim e ke tëndën, nuk është se ta ka dhënë dikush. Po prapse fakti që jetojmë këtë shoqëri të jep është një sfidë në vete që pastaj të vazhdojmë të gjejmë punën apo që të na ofrohet ajo punë që duam ne për më tepër. Mendoj që kam një rreth shoqëror që tani dhe kam mbaruar dhe kanë gjetur vende punën. Siç e thash, nuk janë drejtor, por kanë nisur në hapat e parë, thjesht një punë të thjesht në bankë dhe më tej kërkojnë që të ecin më lart normalisht.
Edhe unë me këtë jam, domethënë që nëse pretendon që ta fillosh që nga poshtë, mund të gjesh, qoftë edhe me një internship. Domethënë gjatë verës unë pranova të bëj një internship që më mundsoi universiteti në një bank. Një praktik punën, si thua, ose një stazh, si quhet diku po? Në një bank, domethënë gjatë periudhës së verës, edhe ndi domethënë që pata hapi horizonti. Pavarësisht se mund na thuash se cila bank ishte, s'ka problem. Intesa San Paolo. Okej, shumë mirë. Atje normalisht që një pjesë e madhe e shkollës të formëson dhe të jep një kuptim domosdoshmë për botën edhe të përgjithshme. Çfarë bëre ti te Intesa kur shkove për stazh? Unë isha në departamentin e kartave, domethënë merreshim me kartat që vinin me të kreditit të debitit të këto, të gjitha, do me gjithë procesin nga fillimi deri në fund. Dhe ishte një eksperiencë domethënë që unë mësova atje që duhet dije shumë gjëra të tjera jo thjesht shkollë. Dhe duhet të ishe e përgatitur për këtë, gjithashtu duhet të kishte edhe marrëdhënie të mira me njerëzit, jo thjesht ishe domethënë fokusuar puna. Kështu që mendoj që nëse e nis atë që thash më parë, nëse e nis hap pas hapi, mendoj që mund të arrish më lart. Po nëse pretendon që ti sapo ke mbaruar shkollën, të fillosh punë drejtore apo në ministri si shumë prej bashkëmoshatarëve tanë kanë. E dëgjoni këtë, ha? Po, domethënë. Ku duan ministri, po të cilat ministri? Varet, në bashkë të Ministria e Financave. Ja ku ke ambasadorin e arshëm këtu? Ministria e jashtme. Ambicia s'është asnjëherë keq, po katapultat janë problem. Po secili prej nesh e ka ambicie. Normalisht edhe mua do të pëlqente të isha, nuk e di, guvernatore e bankës apo. Por je ti njëri ndër emrat? Jo. Visa të merja diplomën. Kështu që secili prej nesh domethënë ka ato ambicet e veta, disa i mbajnë të fshehur, disa i shfaqin si Joy, por gjithsesi mendoj që hambas hapi është më mirë, sepse edhe bazat e tua do të jenë më të forta, dhe atë hapin kur ta hedhësh, do hedhësh me një vetbesim më të madh dhe ti vetë edhe ke të drejtë ta mbrosh veten tënde. Ishte ti shumë mirë në fund të stazhit nga çishën fillim, mësove shumë gjëra, domethënë ato bë më lehtë ai procesi punës aty? Po, shumë lehtë. Domethënë fillim mbaj mend ato gjërat e para i kisha shumë të vështira, bëja shumë pyetje në mënyrë që të përfundonte sa më mirë, ndërkohë që nga fundi unë i kisha mbaruar ato dhe kërkoja gjëra të tjera domethënë për të bërë dhe isha gjithë Ty të duhej të që të rikthehesh në shkollë, sepse ky ishte një stazh ndërkohë që ti do të kthehesh pastaj për të mbaruar vitin e 3 të bachelorit, po supozoj kot, sikur ata njerëzit e Intesat kishin thënë Enxhi do të qëndrosh, atë pëlqen që të qëndrosh këtu, do kishe ndenjur, sigurt kishe qenë në fund të studimeve, sigurisht e kishe kryer. Besoj që po, ndoshta jo në atë departament, sepse ishte një departament domethënë pak si nuk ishte thjesht financë, unë doja diçka që të ishte akoma me lidhje me financën, por gjithsesi si hapin është një fillim. Do ta pranoja, do më pëlqente shumë. Shkëlqyeshëm. Sepse është normalisht, si tha dhe ju, është shumë e vështirë gjesh punë sot, duke pasur parasysh që numri i studentëve që dalin nga shkolla është shumë i madh, kështu që është e vështirë, kështu që do e pranoja, nuk do isha domethënë me pretendime shumë të larta. Unë mund të them këtë që edhe nga eksperjenca botërore, domethënë kështu është kudo në botë. Studentët fillojnë si thua në nivelin e parë, që quhet starting level, entry level, është fjala që përdoret në anglisht, entry level, domethënë në fillim fare. Dhe punët atje mund të jenë të thjeshta, mund mos kenë të bëjnë domosdoshmërisht me degën, janë ata për shembull punë që në anglisht janë paralegal, paralegal, paraligjor, që merren me mbajtjet e dosjeve, domethënë gjitha këto organizimin e punës në një zyrë juridike që mund të ishte ngjashëm me një zyrë dentisti, po them pra aq kosa sa duhet mbash ato dosjet e gjithë pacientëve apo të klientëve që ngjan atë. Po ama aty fillon dhe shikon siç ti krijove atë admirimin për miqtë tu jurist, se si punohet. Ti fillon dhe nëse ke atë nuhatjen pikas se çfarë mund të bësh, si mund të bësh, çfarë bëjnë ata. Do të thënë vjedh në thonjza zanatin. Ti e ke këtë problem, e ke këtë frikë për shembull që a do të gjejun dot një punë, a do të bëj dot juristën kur të dalë që këtu, apo do më duhet që të filloj diçka tjetër? Është fati jon që ne po studojmë në një universitet avangard që ka vizion dhe mision e studentin dhe gjithë stafi akademik i joni, duke qenë se janë më të mirët në fushat e tyre, të paktën për ne studentët e ekselencës, duke qenë se i shohim si një imazh cilën ne nesër pas nesër mund të bëhemi, na nxisin që ne të nxjerrim më të mirë nga vetja jon. Dhe unë vazhdoj me atë idealizmin tim që nesër pas nesër unë me këto rezultatet mia, me këto ambicjet e mia që unë kam, me këto qëllime që unë i kam
të piketuara, unë në të zgjidhem të shkoj në një punë në bazë të meritokracisë, domethënë në bazë të aftësive të mia, në kuptimin që unë në atë punë do të jem më e mira, do të jap maksimumin tim, sepse ka shumë jurista, unë po flas për tekën time që me të vërtetë jam në një punë, po ato as nuk e dinë se çfarë është e drejta, çfarë është ligji. Dhe prap, nesër pas nesër, një nga këto juristat që janë në punë do kërkojnë ndihmën time si një juriste aftë, si një njohës e mirë e ligjit dhe si një person që me të vërtetë mund ta nxjerrë atë. Kështu që mendoj që një person të aftë në çfarëdo lloj dege, në çfarëdo lloj vendi, në çfarëdo lloj kohe e kërkojnë. Shumë mirë, më pëlqen kjo. Kryeministri përmendi diçka, kam përshtypjen gjatë kësaj jave kur ishte kjo çështje që po bën këto konkurse, cilat gjykojnë me kompjuter etj që nuk mund të futesh domethënë me mik si thua me këto. Kjo do ishte një formë ku ti kam përshtypjen që do ndjej veten mirë, sepse thua nëse këta 1 2 3 4 5 6 7 janë nuk janë përgatitur sa duhet, atje ti do të bësh diferencën. Është ajo që të përmenda unë shpar që jam interesuar mbas fushës administrative, duke pasur parasysh administrata publike për të punësuar, domethënë në vendet e lira që hapen, bën një testim dhe në bazë të atyre të rezultateve të testimit që domethënë për të pranuar duhet të jesh mbi 70 pikë, më i miri që fiton ai person zë vendin në administratë, domethënë është në bazë të aftësive dhe të meritokracisë. Dhe mendoj që në një të ardhmen, në momentin që ne do të mbarojmë shkollën, do të jetë konsoliduar akoma më shumë ky parim dhe në mos kuptoj. Ne do të marrim atë që le të mbajmë krishtat e krishtuar, do të vijë kështu. Ç'më thua zoti ambasador? Po, mirë. Ti marrëdhënie ndërkombëtare i ke me shumë pasion, marrëdhënie me publikun nga sa shoh që po bën, po më thoshte në disa nga këto klubet, je duke punuar ndërkohë, por nuk ke ndonjë shqetësim, je i sigurt që do të shkëlqesh dhe do bësh diferencën? Besoj se po, për rëndësi ka që kush për mendimin tim në Shqipëri do vlej dhe ka filluar domethënë të zbatohet që kush vërtet e meriton exakt të vend pune. Unë shkoj që në shkollë që rinia punësohet, për shembull, nëse ata e dallojnë një të ri që është i aftë dhe e mbajnë aty në universitet, qoftë si pedagog, qoftë si pjesë të stafit, edhe që aty është një fillim shumë i mirë, domethënë të fillosh direkt punë sa mbaron universitetin, ose si Gjeni që është ndërkohë është akoma në universitet, është diçka shumë e mirë. Është një hap, një shtys që të bën të ecësh akoma më shumë përpara, të kërkosh më shumë nga vetja. Kështu që ju jeni shpresë mirë për të ardhmen. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Jeni optimist. Më vjen shumë mirë. E shohim gotëm gjysmë plak. Atëre, Enxhi Lami, Gjeni Konduri dhe Joy Bare nga Financbank Juridik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Universiteti Evropian i Tiranës. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Unë ju uroj më të mirën për të ardhmen dhe më vjen mirë që ju e keni marrë me pozitivitet dhe siç the, optimizëm.